unë kam si gjithë ne mbase kemi miq ose njerëzit tanë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pyeta një mikun tonë që pas këtu në studio, e thash, ore, shumë surprizë Amerika duket si skuadër shumë e konsoliduar me Shtetet Bashkuara, ka prodhon futboll, ka një ego shumë të madhe. Ore, mos ka vendosur Gjej Trumpi thash ta nxjerrë kampion, se po tha ai, po tha ai që del kampion dha del, kështu që ka vendosur të japi kupën, kështu që kësaj. Po, vetëm ajo i ka mbetur për kampion. Mërgjyshi, e njëjta situatë kanë bindur më shumë deri më tani pas dy raundëve të parë. Po, thash, ka filluar të tretët. Patjetër që në çdo kampionat botror po të pyetet rrethor skuadrat që do të shkojnë, mendohet që të shkojnë deri në fund të turneut. Përpara është vënë Brazili, Gjermania, tash ka ndryshuar pak me këto dyja, me Brazilin e Gjermaninë, për nga cilësia do të thoja Franca është skuadra që është më cilësore, më e vrutshme, më dinamike, më fleksibël në fazën sulmuese, ka dhe ato problemet e veta, po ta presosh mirë ose të kesh mbash një ritëm të lartë, siç e majti Senegali, po Senegali majti për 45 minuta, nuk ka i sulm të frikshëm. Nuk di cila skuadër mund të dali përpara Dembele, Mbappé, Olise, ka një skuadër në stol. Lokomotiv. Ka një skuadër tjetër në stol. Ka dhe një skuadër shpip. Asi vagon nuk kanë, i kanë gjitha lokomotiva. Kjo Francë është akoma edhe nëse stolin do e marrin ta vendosin, po prapë janë në mënyrë perfekte në sinkron. Është tjetër gjë, pastaj kompeticionet, këto tilla kompeticione janë varen nga një ndeshje, varen nga një situatë, varen nga një moment që mund të shkojë të dëm dhe gjytë nga Arsenal i madh që ka, por për cilësi është Franca, Spanja,